Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Rrëfimi i fundit që kam bëritur në redaksin tonë. Nuk e mendoja kurrë se martesa do të më lodhte më shumë se çdo punë që kam bërë ndonjëherë. Jo fizikisht, por mendërisht. Kur u martova, të gjithë më thanë se isha me fat. Grua e bukur, e re, e dashur, e përkushtuar, dhe ishte e vërtet. Nusja ime ishte gjithçka që shoqëria do ta quante perfekta. Vetëm se askush nuk më pyeti kurrë si ndjesha unë. Ditët e mia fillojnë herët. Zgjohem para se të zbardh. Punoj gjithë ditën me stresit, përgjegjësive, njerëzve, të cilët presin gjithçka nga unë. Kthehem në shtëpi i shtrydhur me mendjen bosh, me trupin që kërkon vetëm qetësi. Një dush i ngrohtë, një darkë e thjeshtë dhe heshtje. Por në shtëpi më pret diçka tjetër. Nuk është se nusja ime është e keqe, përkundrazi. Ajo më pret gjithmonë e rregulluar, e buzëqeshur, sikur gjithë dita e saj të ketë qenë përgatitje për momentin kur unë do të vi në shtëpi. Dhe pikërisht aty fillon ndjenja e fajit tim. Sepse unë nuk kam energji. Ajo kërkon marrëdhënie, afërsi, jo vetëm fizike, por edhe vëmendje, dëshirë, pasion, çdo natë. Sikur martesa të ishte një provë që duhet kaluar pa mungesa. Sikur dashuria të matej me sa shpesh ndodh diçka në shtrat. Në fillim u përpoqja shumë, i thosha vetes është normale, kështu duhet të jetë. Por trupi im filloi të më tradhtoi. Mendja filloi të mbyllet, nuk kishta fare dëshirë, nuk është se isha mungesë dashurie, ishte lodhje e pastër. Ajo e merrte personale, filloi të më pyes nëse nuk më pëlqente më, nëse kisha dikë tjetër, nëse ishte bërë e mërzitshme për mua. Çdo pyetje e saj ishte një thikë e vogël që më shtyej në ndërgjegje. Mundohem t'i shpjegoj, por si t'i shpjegosh dikujt që nuk ke më fuqi, pa e bërë të ndihet i padëshiruar? Netët u bën të rënda. Ajo kthehej nga ana tjetër e shtratit e heshtur. Unë qëndroja zgjuar, duke parë tavanin, duke menduar nëse isha burr i keq apo thjesht një njeri i lodhur. Në kokën time bëja llogari. Sa urgjum kam fjetur, sa probleme kam zgjidhur, sa herë kam buzëqeshur pa e ndjer. Fillova ta shmang momentin e gjumit. Rija me gjatë në sallon, shikoja televizor pa e parë vetëm për të vonuar çastin kur do të më duhej të përballesha me pritshmëritë e saj. Një natë ajo shpërtheu. Më tha se nuk ishte martuar për të jetuar si shoqe dhome. Ajo ndihej e refuzuar. Ishte ende e re dhe kishte nevoja. Fjalët e saj nuk ishin të liga, por ishin të rënda, sepse ishin të vërteta në thelb. Unë i thash vetëm një fjali, jam i lodhur, jo nga ti, por nga gjithçka. Ajo qau dhe unë u ndjeva bosh. Që atë natë kuptova diçka që nuk ta mëson askush para martesës. Dashuria nuk mjafton gjithmonë. Nëse dy njerëz nuk janë në të njëjtin ritëm. Nëse njëri kërkon çdo natë dëshmi dhe tjetri kërkon pushim. Nuk e di si do përfundoj kjo historia jonë. Ende jemi bashk, ende përpiqemi, por brenda meje ka një frikë të heshtur që një ditë ajo do të lodhet duke kërkuar dhe unë do të lodhem duke u ndjer fajtor. Dhe askush nga jashtë nuk do ta kuptoj kurrë, sepse nga jashtë ne dukemi si çifti perfekt. Rrëfimi i fundit që kam bëritur në redaksin tonë. Nuk e mendoja kurrë se martesa do të më lodhte më shumë se çdo punë që kam bërë ndonjëherë. Jo fizikisht, por mendërisht. Kur u martova, të gjithë më thanë se isha me fat. Grua e bukur, e re, e dashur, e përkushtuar, dhe ishte e vërtet. Nusja ime ishte gjithçka që shoqëria do ta quante perfekta. Vetëm se askush nuk më pyeti kurrë si ndjesha unë. Ditët e mia fillojnë herët. Zgjohem para se të zbardh. Punoj gjithë ditën me stresit, përgjegjësive, njerëzve, të cilët presin gjithçka nga unë. Kthehem në shtëpi i shtrydhur me mendjen bosh, me trupin që kërkon vetëm qetësi. Një dush i ngrohtë, një darkë e thjeshtë dhe heshtje. Por në shtëpi më pret diçka tjetër. Nuk është se nusja ime është e keqe, përkundrazi. Ajo më pret gjithmonë e rregulluar, e buzëqeshur,
sikur gjithë dita e saj të ketë qenë përgatitje për momentin kur unë do të vi në shtëpi. Dhe pikërisht aty fillon ndjenja e fajit tim. Sepse unë nuk kam energji. Ajo kërkon marrëdhënie, afërsi, jo vetëm fizike, por edhe vëmendje, dëshirë, pasion, çdo natë. Sikur martesa të ishte një provë që duhet kaluar pa mungesa. Sikur dashuria të matej me sa shpesh ndodh diçka në shtrat. Në fillim u përpoqja shumë, i thosha vetes s'është normale, kështu duhet të jetë. Por trupi im filloi të më tradhtoi. Mendja filloi të mbyllet, nuk kishta fare dëshirë, nuk është se isha mungesë dashurie, ishte lodhje e pastër. Ajo e merrte personale, filloi të më pyes nëse nuk më pëlqente më, nëse kisha dikë tjetër, nëse ishte bërë e mërzitshme për mua. Çdo pyetje e saj ishte një thikë e vogël që më shtyej në ndërgjegje. Mundohem t'i shpjegoj, por si t'i shpjegosh dikujt që nuk ke më fuqi, pa e bërë të ndihet i padëshiruar? Netët u bën të rënda. Ajo kthehej nga ana tjetër e shtratit e heshtur. Unë qëndroja zgjuar, duke parë tavanin, duke menduar nëse isha burr i keq apo thjesht një njeri i lodhur. Në kokën time bëja llogari. Sa urgjum kam fjetur, sa probleme kam zgjidhur, sa herë kam buzëqeshur pa e ndjer. Fillova ta shmang momentin e gjumit. Ria me gjatë në sallon, shikoja televizor pa e parë vetëm për të vonuar çastin kur do të më duhej të përballesha me pritshmëritë e saj. Një natë ajo shpërtheu. Më tha se nuk ishte martuar për të jetuar si shoqe dhome. Ajo ndihej e refuzuar. Ishte ende e re dhe kishte nevoja. Fjalët e saj nuk ishin të liga, por ishin të rënda, sepse ishin të vërteta në thelb. Unë i thash vetëm një fjali, jam i lodhur, jo nga ti, por nga gjithçka. Ajo qau dhe unë u ndjeva bosh. Që atë natë kuptova diçka që nuk ta mëson askush para martesës. Dashuria nuk mjafton gjithmonë. Nëse dy njerëz nuk janë në të njëjtin ritëm, nëse njëri kërkon çdo natë dëshmi dhe tjetri kërkon pushim. Nuk e di si do përfundoj kjo historia jonë. Ende jemi bashk, ende përpiqemi, por brenda meje ka një frikë të heshtur që një ditë ajo do të lodhe duke kërkuar dhe unë do të lodhem duke u ndjerë fajtor. Dhe askush nga jashtë nuk do ta kuptoj kurrë, sepse nga jashtë ne dukemi si çifti perfekt. Rrëfimi i fundit që kam bërritur në redaksin ton. Nuk e mendoja kurrë se martesa do të më lodhte më shumë se çdo punë që kam bërë ndonjëherë. Jo fizikisht, por mendërisht. Kur u martova, të gjithë më thanë se isha me fat. Grua e bukur, e re, e dashur, e përkushtuar, dhe ishte e vërtet. Nusja ime ishte gjithçka që shoqëria do ta quante perfekta. Vetëm se askush nuk më pyeti kurrë si ndjesha unë. Ditët e mia fillojnë herët. Zgjohem para se të zbardh. Punoj gjithë ditën me stresit, përgjegjësive, njerëzve, të cilët presin gjithçka nga unë. Kthehem në shtëpi i shtrydhur me mendjen bosh, me trupin që kërkon vetëm qetësi. Një dush i ngrohtë, një darkë e thjeshtë dhe heshtje. Por në shtëpi më pret diçka tjetër. Nuk është se nusja ime është e keqe, përkundrazi. Ajo më pret gjithmonë e rregulluar, e buzëqeshur, sikur gjithë dita e saj të ketë qenë përgatitje për momentin kur unë do të vi në shtëpi. Dhe pikërisht aty fillon ndjenja e fajit tim. Sepse unë nuk kam energji. Ajo kërkon marrëdhënie, afërsi, jo vetëm fizike, por edhe vëmendje, dëshirë, pasion, çdo natë. Sikur martesa të ishte një provë që duhet kaluar pa mungesa. Sikur dashuria të matej me sa shpesh ndodh diçka në shtrat. Në fillim u përpoqja shumë, i thosha vetes s'është normale, kështu duhet të jetë. Por trupi im filloi të më tradhtoi. Mendja filloi të mbyllet, nuk kishta fare dëshirë, nuk është se isha mungesë dashurie. Ishte lodhje e pastër. Ajo e merrte personale, filloi të më pyes nëse nuk më pëlqente më, nëse kisha dikë tjetër,